arsye se investimi do të bëhet nga amerikanët, pra nuk do të bëjnë investime ukrainasit në nxjerrjen e mineraleve, në industrinë e përpunimit të tyre, në industrinë e nxjerrjes të tyre, pra investimi do të jetë amerikan. Pra ai që bën investimin, bën edhe nxjerrjen e gjitha dhe normalisht në këtë moment është 50-50. Pra Ukraina nuk ka as edhe një lloj investimi në këtë mes. Gjithë investimi është amerikan. Po. Dhe në këtë aspekt Ukraina normalisht si një vend i cili dal nga lufta, pra në moment dali nga lufta nesër nuk ka kapacitete financiare për të bërë këto investime të mëdha në këtë industri në rënd, sepse industria minerale është industria e rënd. Normalisht është e përfituar me këtë 50-50, sepse nuk ka shitur burimin. Pra burimi natyror mbetet i Ukrainës. Vetëm minerali që del do ndahet fitimi i tij 50-50. Pra burimet nuk i përkasin Shtetet Bashkuara të Amerikës, i përkasin Ukrainës. Prandaj them në këtë aspekt, të aspektet ekonomik, Ukraina ka dalë fituar në këtë pikë. Në këtë aspekt. Por kush ka dalë të humbur në këtë aspekt? Në këtë aspekt kanë dalë të humbur, e para ka dalë humbur Evropa, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë përcaktuar vetëm mineralet e rara, kanë përcaktuar edhe gjitha llojet e mineraleve në Ukrainë. Pra pavarësisht mediat po i mshojnë faktit të rralla, bëhet llaf për të gjitha llojet e mineraleve. Pra në këtë aspekt, Evropa nuk mund të hyjë më nesër. Pra në ato Ukrainën e mbetur, në ato Ukrainën që do mbesi, Evropa nuk hyn dot më nesër për të përfituar nga mineralet e Ukrainës. Pra Evropa ka mbetur jashtë. Nga kjo histori. Nga kjo histori totalisht. Amerika e ka nxjerrë Evropën jashtë lojës në këtë moment. Po. Dhe nga ana ekonomike, sepse normalisht edhe Evropa ka kontribuar financiarisht në këtë luftë. Dhe normalisht të gjithë kanë bërë plane, nëse kemi dëgjuar disa herë që Evropa ka bërë plane për rikonstruktimin për hyrjen për rikonstruksionin e Ukrainës dhe për përdorimin e mineraleve të saj për këtë rikonstruksion. Pra, edhe ata kanë bërë plane për përfitime ekonomike. Absolutisht po. Tashmë ato, planet e tyre ata duhet i grisin. Janë më të pavlera, sepse i nxori jashtë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra i vun kufirin Shtetet Bashkuara të Amerikës në hyrje të Ukrainës, thonë Ukraina është e jona, s'është me juaja. Pikëmarr ju po deshët, i jepni ndihmë ushtarake dhe mos merrni asgjë. Pra i kuptoni se si mund ndihet gjithë kancelaria evropiane në këtë moment? Po. Pra një nga humbësit e mëdhej të kësaj marrëveshje janë evropianët. Vetëm të humbës të mëdhej janë evropianët. Të tre palët e tjera që janë në këtë pikë, pra kemi amerikanët. Ukraina çfarë fiton? Amerikanët. I marrin nga një. Ukraina dhe rusa. Pra amerikanët përfitojnë marrjen e këtyre mineraleve. Kanë nevojë për nxjerrjen e këtyre mineraleve dhe sërish nuk largohen nga Ukraina. Pra, vazhdon ajo politika e Shtetit Bashkuar të Amerikës për të qenë në Ukrainë. Pra pavarësisht u krijua ideja se Amerika do ikë, do largohet siç thoshte Trumpi. Prandaj them që mos ja merrni të mirë qenë ato që thotë. Pra merrja në kështu si deklarata, po jo të mirë qëna. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë hyrë në Ukrainë seriozisht prej vitit 2014. Pavarësisht se kanë hyrë prej vitit 2004, por prej vitit 2014 kanë hyrë me grushtin e shtetit, me të gjitha që bën, pra ishte veprimtaria për të hyrë dhe për të marrë nën kontroll Ukrainën, për të ardhur në kufit e Amerikës, e Rusisë. Dhe tashmë e shfrytzuan gjithë të luftë dhe sërish vazhdon politika e Shtetit Bashkuar të Amerikës për të qenë brenda në Ukrainë. Por në rast se deri para një viti, deri para 6 muajsh të bënin në bashkëpunim me Bashkimin Evropian, tashmë kanë nxjerrë jashtë Bashkimin Evropian. Jo, u nisëm nga ajo që tha Trumpi, bad actors, prezenca jonë do të largoj bad actors. Po varet se çfarë quhen Trumpi bad actors. Po. Pra, si thash, kemi 4, të shikoj, janë 4, pra është Amerika, Ukraina, Rusia dhe Evropa. Amerika doli e fituar me mineralet, e fituar në aspektin tashmë sepse kemi një marrëveshje politike, një marrëveshje ekonomike, por implementimi i saj është komplet diçka tjetër. Pra do ta shohim atë. Vim te Ukraina. Ukraina në momentin që ndalet, pra siç e thash pak më parë, ka një investim të huaj, pra është një investim i madh, sepse Amerika ka nevojë për këto minerale. Dhe do të investojë në këtë pjesë këtyre mineraleve. Dhe Ukraina duke qenë se nuk ka kapacitetet të saj për të investuar në minerale. Pra s'ka kapacitete para. Sepse aktualisht sot që po flasim, Ukraina për të paguar mësuesët, mjekët dhe gjithçka tjetër, parati merr nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për administratën. Po edhe sot që flasim, pra nuk ka parat vetë, nuk prodhon dot vetë asgjë, sepse nuk prodhon dot asgjë më. Pra mbahet me parat e huaja dhe nesër, duke qenë se nesër i duhen para për të investuar për këtë industri, nuk ka. Atëherë këtë investime bën Shtetet Bashkuara të Amerikës. Normal që ky investim do të sjellë edhe një rritje të vogël ekonomike, sepse vendet e punës nuk do vinë amerikanët, do punojnë në minierat për të nxjerrë këto. Po do punojnë ukrainasit në miniera për të nxjerrë këto. E qartë. Pra, Ukraina përfiton në aspektin e ringritjes ekonomike. Sepse do 50% të çdo mineral që do shitet e ka fitim të saj. Pra do mbaj shtetin, do mbaj administratën, do mbaj të gjitha. Dhe e treta do fitoj sepse në një pikë marrëveshjes është edhe investimet ushtarake. Pra, aty përcaktohet që Shtetet Bashkuara të Amerikës do i japin Ukrainës këtë 50% ose me para ose me ndihmë ushtarake. E qartë.
Pra, sipas nevojës dhe sipas marrëveshjes. Pra, kjo mund të lëvizi në çdo kohë. Pra, sot këtë 6 mujor do më japësh me para, 6 muaj tjetër do më japësh me ndihma ekonomike, me ndihma ushtarake. 50 milionë shqiptar. Jo, nuk ka filluar asnjë 50 milionë shqiptar, sepse nuk është implementuar. Times kështu e kishte. Sunday Times le të thotë ashtu, po janë marrëveshje të nënshkruara dhe duhen ratifikuar nga të dyja parlamentet dhe ka kongresi. Pa u ratifikuar nga parlamenti dhe ka kongresi, nuk lëvrohet asnjë lloj legu. Kështu që kjo nuk ndodh. Është përcaktuar edhe në marrëveshje. Pra, në marrëveshje pika 3 përcakton qartësisht që hyn në fuqi pas ratifikimit nga parlamentet përkatëse respektive, kështu që nuk ka dhënie, por shuma e parave që do të jepet do të llogaritet në 50 milion dollar. Pra, në 50 milion dollar armatimi që do të jepet. Pra, në gjithë këtë kontratë, sasia armatimit që do të jepet do të jetë në shumën 50 milion dollar. E qartë. Pra, shumë herë më vogël se sa ajo që kanë dhënë deri më sot Shtetet Bashkuara të Amerikës 1.6, 1.7 bilion dollar ndihma ushtarake. Pra, është totalisht e pa përfillshme. Por edhe kjo do të përcaktohet në kohën se si do të jepet dhe kur do të jepet. Pra, nuk do të thotë që do të jepet nesër ndihmë ushtarake dhe kjo. Dhe çfarë bën kjo? Pra, kjo ndihma ushtarake është e treta. E katërta që i vlen Ukrainës, duke dhënë këtë ndihmën ushtarake. Atëherë kemi një kërkesë të Rusisë, e cila përcakton demilitarizimin e fortë e Ukrainës. Pra, po ngulin këmbë në demilitarizimin e Ukrainës. Ndërkohë që dhënia e kësaj ndihme ushtarake e bën të pavlefshëm të demilitarizim, sepse 50 milion dollar ti s'mund të japësh një ushtrie me 8.000 veta, 10.000 veta ose 80.000 veta. E qartë. Pra, aktualisht krijojmë një konflikt në këtë marrëveshje të paqes që po bën Amerika me Rusinë, dhe do të thotë që ky demilitarizimi nuk do të ndodhë i plot. Pra, do të kemi një përgjysmim të demilitarizimit. Sepse do të jepen armë Ukrainës. Pra, Ukraina përfitoi në këto 4 pika. Vim te Rusia. Aktualisht kemi edhe një pikë të 5 që përfiton Ukraina. Para se të dalim ke Rusia. Pra, ja vleti kjo qendrese e Zelenskit. Do ta shohim fund. Kemi edhe një pikë të 5 që përfiton Ukraina. Aktualisht Ukraina ka firmosur për të gjitha mineralet që ndodhen në territorin legjitim të Ukrainës, ligjor. Pra, përfshihet edhe për materialet që ndodhen në Donbas dhe në Krime dhe në Lugansk, edhe në Zaporizhje dhe në Kherson, të cilat janë territorë që janë nën kontrollin e Rusisë. Nën kontrollin e Rusisë, po. Por Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk mund të shfrytëzojnë këto materiale, pasi pjesa më e madhe e këtyre materialeve ndodhen në këto territorë, nuk mund të shfrytëzojnë aktualisht pa një marrëveshje paqe midis Rusisë dhe Ukrainës, me ndërmjetësinë e Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku palët të njohin territoret e marra dhe të humbura, në mënyrë që legjitimisht firmat amerikane të hyjnë dhe të nxjerrin mineralet në Donbas. Dhe shiko kush përfitimi i Ukrainës. Pra, sot për sot, në rast se nuk do të jetë kjo marrëveshje, të gjitha mineralet në Donbas nesër, siç ju ka ofruar, pra Rusia ka ofruar Trumpit që t'i nxjerrë. Po. Trumpi do i nxjerrë të gjithë përfitimin e këtyre mineraleve e merr Rusia dhe Amerika. Po. Në rastin konkret, kur arrihet kjo marrëveshje, në rastin që ka arritur me atëherë, nga këto minerale, për shembull, në rast se do ndahet Rusia Amerikë 50-50, nga ky 50% që Amerika do marrë nga këto minerale në Donbas, që janë në territorin rus. Të kontrolluar nga Rusit, 50% i takojnë Ukrainës. Pra, Ukraina nuk kishte asnjë shans që të merrte asnjë përqind të këtyre materialeve. Ndërka sot ka shans që të marrë 25% të këtij materialit që ndodhet në territorin e kontrolluar nga rusët. Gjë që nuk e kishte fare në kontroll, pra s'mund ta merrte kurrë, e konsideronte të humbur, pavarësisht retorikës, pra në letra e konsideronte të humbur. E qartë. Pra, ky është përfitimi i Ukrainës. Pra, në këto 5 pika Ukraina ka përfituar. Flasë për një Ukrainë, pra përflasë për Ukrainën në gjendjen që është sot, jo në Ukrainën që ishte para luftës, pra. Sigurisht, pra. Nisur nga Ukraina që ishte para luftës, themi që Ukraina është humbse. Jo, flasim nisur nga kushtet aktuale. Pra në realitetin, ti bazojmë realitetit, në këtë moment është fituese. Ukraina ka marrë aty ku s'mendonte se mund të marrë. Absolutisht i kishte të konsideruar të humbur totalisht. Sepse nuk i kishte ajo nën kontroll, nuk i ka ajo nën kontroll. Pra duhet, dritan po thua tani, duhet një marrëveshje paqe që ta formalizojë midis Rusisë dhe Ukrainës, që Ukraina t'i njohë Rusisë këto territore, që i ka marrë, dhe pastaj SBA të bëjnë marrëveshjen që kanë folur, që kanë diskutuar parimisht me Rusinë, dhe automatikisht firmat amerikane ndërhyjnë dhe nxjerrin, bëhet ndarje. Bëhet ndarje dhe fillojnë të nxjerrin mineralet edhe në tashti kur vim se hyn te Rusia. Në momentin që hyn firmat amerikane, pra rusët nuk kanë ndërmend investimet e fundit që janë bërë në këto territore, në këto nxjerrjen e këtyre mineraleve, në këto territore minerale, në këto pasuri natyrore janë bërë në kohën e Bashkimit Sovjetik. Pas rënies së Bashkimit Sovjetik, nuk ka pasur asnjë lloj investimi në këto në këtë lloj industrie, në këto territore. Dhe normalisht që kërkon një investim tepër të madh.
Dhe rusët i kanë rënë hiles, kanë thënë sa të investojmë neve, të investojnë amerikanët. Dhe ata kanë ecur me logjikën e ukrainasve në këtë aspekt deri diku. Pra, amerikanët nuk do bien punëtor këtu. Pra punëtorët do i ofrojmë neve, pra do ofrojnë punëtor rus, pra do sjellin punëtor nga Rusia për të punuar këtu. E para, kjo ka rritje ekonomike dhe një rritje mirëqenie dhe hapje pune, hapje vende pune. Dyta, ka popullim të këtij territori. Ripopullim të këtij territori. Po dhe 50% edhe fitimin në para që do shkojë Rusia. Jo. Çfarë garantohet në këtë mes? Të dyja palët, dhe vim te një pikë 6 është e përbashkët për të dyja palët. Në momentin që të dyja palët e ke fjalën Rusia dhe Ukraina. Rusi-Ukrainë, po. Dhe ka një pikë të përbashkët, një pikë që ka të bëjë me sigurinë e ardhshme të këtij rajoni. Pavarësisht se në këtë marrëveshje që kanë nënshkruar Shtetet Bashkuara të Amerikës, të Shtetet Bashkuara të Amerikës me Ukrainën kanë përcaktuar qartësisht që Amerika nuk ofron asnjë lloj garancie për Ukrainën. Pra garanci në letër, garanci konkrete nuk afron. Është e shkruar qartësisht. Garanci sigurie? Po, nuk afron. Por, cila është garancia e sigurisë që realisht ekziston, por që nuk është afruar në letër dhe nuk është shkruar? Pra, në momentin që ndodhin këto, pra, në momentin që hynë amerikanët dhe marrin, pra ndahet zëmundat kjo torta. Amerikanët hynë të dyja pjesët e tortës. Edhe këtu po nxjerrin minerale, edhe këtu po nxjerrin minerale. Atëherë, rusët nuk mund të avancojnë dhe të godasin të rimarrin nesër të marrin nesër territoret të Ukrainës, sepse janë firmat amerikane që po punojnë këtu. Pra i bie që kanë goditur objektiva amerikanë dhe kanë prishur kontratat me Amerikën, pra hynë në luftë në Shtetet Amerikës. E njëjta gjë nuk mund të ndodhë as Ukraina s'mund godasi dhe të rimarrë territoret e Donbasit, tentojë t'i marrë sepse këto territore janë në kontrollin e firmave amerikane ku po nxirret minerali. Dhe automatikisht edhe këta prishin çdo lloj marrëveshje që kanë me Amerikën. Pra vendoset një lloj paqe për aq kohë sa është bërë, pra për 30 vjet, sepse marrëveshja është 30 vjeçare. Marrëveshja nënshkruar është 30 vjeçare për momentin. Pra, në rast se amerikanët hynë dhe vazhdon kjo, në këtë aspekt atëherë kemi për 30 vjet, pra për një brez kemi një paqe 30 vjeçare. Kjo e bukur. Sepse asnjëra palë nuk do godasi sepse e para prish marrëdhënien që ka me Shtetet Bashkuara të Amerikës, prish kontratën dhe hyn në një luftë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, një luftë më e madhe. Pavarësisht se nuk ka garanci të shkruar, kjo është garancia dhe të dyja palët garantojnë që asnjëra palë nuk do sulmojë njëra tjetrën. E qartë. Pra kjo është pikë e përbashkët e të dyja palëve. Pra kjo për të nesmen. Kjo Dritani paraprit një marrëveshje që garanton 30 vjet, 30 vjet, pra 30 vjet në rast se kjo arrihet, pra është çështja e implementimit, pra se vim te implementimi, në rast se arrihet dhe palët bien dakord, pra kemi një 30 vjeç kemi paqe, pra aq sa kishte në Evropë paqe pas luftës së dytë botërore 40 ca vjet. Po. E njëjta gjë do kemi edhe këtu. Pra do të kemi një paqe 30 vjeçare, drejt një paqe 30 vjeçare. Garancia është kjo që them. Garancia është kjo. Kërkon Ukraina, në fakt garancia është futja e firmave amerikane në këtë aspekt këtu. Europa Dritan? Vim te Evropa. Evropa është totalisht jashtë kësaj loje. Është jashtë, nuk është fare më, nuk shfrytëzon dot asnjë lloj minerali, nuk bën dot asnjë lloj ndërhyrje, asnjë lloj gjëje, sepse janë amerikanët dhe duke qenë se janë amerikanët nuk do ta lejojnë Evropën që ta nxjisi, në moment që amerikanët nuk do lejojnë Evropën që ta nxjisi Ukrainën. Po. Për të sulmuar, për të prishur asgjë. Aktualisht sot të mundohen evropianët në momentin që marrëveshja nënshkruhet nga të treja palët, pra Rusi, Ukrainë, Amerikë, Europa është totalisht out. Ka dalë jashtë loje totalisht. Dhe deri dje pretendonte që të merrte materialet e lëndës së parë nga Ukraina dhe të rriste veten ekonomikisht. Sot i duhet të filloj të mendoj se ku do t'i marrë këto materiale dhe për këtë arsye, pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje, dje, Putini bëri një deklaratë dhe tha që shumë shpejt, ne do të kemi marrëdhënie shumë të mira me Evropën. Pse? Sepse Evropa doli nga Ukraina, pra s'ka ku i merr këto materiale. Ku është detyruar t'i marrë? Do t'i marrë në Rusi. Pra do të detyrohet Evropa nesër që të bëjë marrëveshje me Rusinë, të heqë dorë nga sanksionet dhe ta bëjë vetë komunikimin me Rusinë dhe të fillojë të marrë lëndën e parë që i duhet për mineralet e rralla edhe gazin në mënyrë që të rritet ekonomisht, sepse e pa që Shtetet Bashkuara të Amerikës e nxorën totalisht jashtë loje. Pra tashmë ata janë detyruar të bëjnë lojën e tyre. Dhe për këtë arsye Putini tha që shumë shpejt Evropa sërish do fillojë marrëdhëniet me Bashkimin me Rusinë. Pikërisht për këtë arsye, sepse nuk është më në Ukrainë, doli jashtë loje nga Ukraina, s'ka çfarë merr më në Ukrainë. Fare asgjë, sepse në Ukrainë nuk bëhet llaf vetëm për mineralet e rralla, bëhet llaf edhe për gazin edhe për naftën. Pra marrëveshja përfshin edhe gaz dhe naftë që do nxirret në Ukrainë.
çfarë do lloj gazi që kalon në Ukrainë, do kalojë nëpërmjet amerikanëve. Sepse marrëveshja parashit që edhe tubacionet e gazit që ekzistojnë aktualisht ato të treja që kalojnë në Ukrainë, do të menaxhohen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra gazi nesër që do kalojë. Kemi diskutuar këtu. Sërish pra gjithçka menaxhohet nga amerikanët. Evropianët janë jashtë loje totalisht. Evropianët janë të vetmit që kanë mbetur me gisht në gojë në këtë mes. Dhe u përdorën maksimalisht nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk është hera parë kjo në fakt. Jo, s'është hera parë, po që ata problemi se ata nuk zënë mend asnjëherë. Nuk zënë mend asnjëherë, nuk mësojnë asnjëherë, këtu është gjithë problemi. Dhe prandaj do të kemi një dëshim. Prandaj kjo është ajo që ka të bëjë me këtë situatë. Prandaj them që Ukraina në rast se kjo arrihet, do të kemi një paqe të brisht, por do të kemi një paqe nga dyja palët. Por problemi është implementimi. Aktualisht pavarësisht se është nënshkruar kjo marrëveshje, pavarësisht se nesër mund të ratifikohet, rusët nuk e ndalin avancimin e tyre. Pra nuk janë duke ndalë operacionet e tyre ushtarake. Absolutisht, Odessa është goditja e tyre finale, pra unë kam thënë edhe përse pa marrë Odessën, ata nuk e quajnë fitore. Në Odessa kishin bërë goditje. Dhe problemi është që kur do të mundën amerikanët ta implementojnë këtë? Pra që ta implementojnë këtë duhet që të ndalen operacionet e luftës. Por që ndalen operacionet e luftës, rusët kërkojnë kontrollin e këtyre territoreve që i kanë aneksuar, kurse Ukraina se thonë ndalja e këtyre luftimeve. Dhe në këtë moment rusët kërkojnë ndaljen e ndihmave ushtarake për Ukrainën. Dhe si do të ndodhi? Pra do të kemi sërish një përplasje midis Amerikës dhe Ukrainë dhe Evropës, për arsye se Evropa duke qenë jashtë kësaj marrëveshje. Po. Do vazhdoj të japi armatime Ukrainës. Po, vazhdon. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës në një moment caktuar duhet të ndalin dhënien e këtij armatimi evropian. Po si do të ndalin? Do ndalin nëpërmjet Polonisë, sepse të gjithë armatimi kalon nëpërmjet Polonisë. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës shumë shpejt përgatisin një marrëveshje për marrjen në kontroll të dy bazave ushtarake që ka Polonia, të dy bazave ajrore, në të cilat kanë qenë, por njërën e dorëzuan totalisht polakëve, po do të rikthehen sërish në mënyrë që të bllokojnë çdo lloj armatimi që shkon drejt Ukrainës nesër për të arritur që marrëveshja të implementohet. Sepse për sa kohë do të vazhdoj çorja e armatimit, marrëveshja nuk do të implementohet. Pra kemi një marrëveshje tjetër, po të paimplementueshme. Në rast se Europa do të vazhdojë të furnizon Ukrainën. Në momentin që ndalet furnizimi i armatimit, ndaljen e furnizimit me armatime kanë dorë amerikanët. Kanë dorë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës janë detyruar të ndryshojnë. Dhe sërish do të kemi një përplasje tjetër midis Evropës dhe Amerikës, një përplasje tjetër diplomatike. Javë kritike kanë cilësuar. Absolutisht, e cila do të detyrojë evropianët midis Brukselit dhe Washingtonit. Në fund fare do të detyrojë evropianët që të tërhiqen nga gjitha qëndrimet e tyre ndaj Rusisë dhe të bëjnë lapsit shkurt thonë që në këtë mes duhet përfitojmë edhe neve. Pra automatikisht duhet të ulen në bisedime me Rusin, pra të pranojnë ato ofertën që ka bërë Putini që sepse me SBA-n janë ulur dhe Trumpi urdhos ku përfunduam. Pra i nxorri totalisht nga Ukraina. Dhe thot po doni çoni juve forca, po unë s'ju jap asnjë lloj garancie forcave tuaja. Pra edhe pse do jetë vetë në Ukrainë, forcave të tyre nuk i jep asnjë lloj garancie. E qartë. Po kjo, drejtan, se këto kanë dalë dokumente sekrete që Europa nuk e do këtë dhe do përpiqet. Ka mundësi Europa ta pengojë këtë? Po mundësia e vetme për ta penguar Europën është vazhdimi me furnizimin e Ukrainës dhe nxitja e saj dhe sive të saj ndryshme për të kryer aktivitete ushtarake ndaj Rusisë. Dhe për sa kohë do ketë aktivitete ushtarake ndaj forcave ruse, edhe në Ukrainë, po edhe në Rusi, rusët nuk do ta lejojnë implementimin e kësaj marrëveshje sepse do thonë neve jemi në po me kë do ta bëjnë këtë, le të themi deal evropian sa kohë Zelenski do kemi gjë parasysh. Ushtria ukrainase është një ushtri tashmë që nuk është më ajo ushtria e vitit të parë që ishte totalisht në kontrollin e Ukrainës ose në kontrollin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Tashmë vendet europiane secila ka krijuar lidhje të veta me komanda të ndryshme rajonale në Ukrainë. Pasi anglezët mbështesin një komandë, francezët një tjetër, gjermanët një tjetër, pra sipas atyre servitjeve që kanë bërë dhe që kanë angazhuar sipas dhe i kanë këto komanda në kontrollin e tyre dhe kështu funksionon. Pra do të kemi atë që quhet si në Afganistan që kishim këta warlords. Dhe një pjesë e këtyre komandave që ekzistojnë në Ukrainë janë komanda që i përkasin grupeve neonaziste dhe ekstremistëve të djathtë. Dhe këto grupe cënojnë automatikisht, janë grupe aq të fuqishme sa cënojnë nga ana fizike dhe politike edhe presidenti Zelenski edhe partinë e tij.
Mund t'i imponohen. Absolutisht, ato janë impoluar deri tash dhe po diskutojnë biles para një jave, njëri prej tyre diskutonte dilte komandanti i njërit prej këtyre brigadave, që ka qenë komandanti i brigadës Azov, ka qenë edhe deputet në Kombëtin e Ukrainës, doli tha që neve nuk të mos guxoj të firmosi presidenti asnjë njohje të asnjë territori të Ukrainës për Rusinë. Se ne nuk do ta pranojmë. Në emër të këtyre grupeve po. Në emër të këtij grupi dhe ky grupi Azov, i cili ka qenë brigadë, tashmë është kthyer në divizion. Në divizion? Po, është kthyer në një divizion. Po që nga e merr mbështetjen kryesore ushtarake nga Anglia, e merr nga Anglia. Nga Anglia. Mbështetjen kryesore e merr nga Anglia. Pastaj merr edhe nga Gjermania edhe nga Franca, po bazën e kanë nga Anglia. Dhe nga Anglia dhe ishte ky divizion i cili ishte sulmuesi kryesor në Kursk. Pra këta ishin kryesorët, të mbështetur totalisht nga Anglia. Dhe këta i mbështet edhe ambasadori aktualisht ambasadori i Ukrainës në Angli, i cili është ish shefi i shtabit të Ukrainës, i cili u largua për shkak të përplasjeve që pati me Zelenskin, dhe u caktua ambasador në ai është një nga personat kryesorë mbështetës të këtyre grupeve. Pra, lufta politike do të jetë tepër e madhe dhe fuqishme brenda. Kështu si po del dritan, do duhet patjetër të ketë edhe një deal me Europën në këtë histori. Sa kohë Europa kontrollon këto grupe. Po këtu është problemi. Europa dielli, unë nuk besoj që amerikanët do ulen të bëjnë një marrëveshje me Europën për këtë punë, por amerikanët do të japin një zgjidhje tjetër. Pra, do bëjnë izolimin e këtyre grupeve në zona të caktuara dhe pastaj do t'i lënë hapësirë të lirë rusëve për një kohë të caktuar për eliminimin e këtyre grupeve. Pra, do përdorin Rusinë për të eliminuar këta, duke i bërë nder vetvetes dhe duke i bërë nder rusëve, cilët të realizojnë ato objektivin e demilitarizimit dhe denazifikimit. Që kanë ato, që kanë pra dy objektiva strategjike, denazifikim, demilitarizim. Dhe si vjen, pra, përcaktimi i këtyre grupeve, dhe çfarë bëjnë? Vim të ajo që kemi thënë para sa kohësh që ndërpret komplet të dhënat strategjike, pra komunikimin strategjik me këto grupe, i heq atyre të drejtën e përdorimit të Starlinkut, dhe në atë moment ato janë vulnerabël ndaj çdo goditje të Rusisë. Dhe automatikisht, normalisht nuk e përjashtoj që në një moment caktuar, rrymat caktuara brenda Pentagonit, brenda CIA-s, në marrëdhënie me tyre të përcaktojnë edhe pikat kryesore ku ndodhen komandat e tyre grupave dhe të goditen nesër me raketa nga ana e Rusisë, dhe kështu Rusia arrin të ruaj fytyrën e saj dhe thotë që ne bëm denazifikim dhe demilitarizim të pjesshëm, pra bëm denazifikim total dhe demilitarizim të pjesshëm, dhe amerikanët kanë hequr qafe këto grupe cilat nesër mund t'i bëjnë probleme dhe nuk mund të lejojnë futjen e firmave amerikane në territore që kontrollohen nga ana e tyre, pra siç ndodhte në Afganistan, sepse kanë një eksperiencë të tillë në Afganistan. Pra ishin detyruar amerikanët të bënin marrëveshje me ata që quheshin warlords për të hyrë nëpër zona të caktuara. E njëjta gjë do ndodhi edhe këtu në Ukrainë pas luftës. Dhe tashmë amerikanët nuk do ta bëjnë njëjtin gabim që bën në Afganistan. Pra nuk do bëjnë marrëveshje. Por duke qenë se e kanë një proxy, në këtë moment proxy amerikanëve do kthejnë rusët. Pra për të hequr pengesat do kthejnë rusët në ato rajone për të goditur këto grupet ekstremiste për të hequr qafën në mënyrë që amerikanët të veprojnë lirshëm në Ukrainë dhe të mos kenë pengesë, pa e futur fare Evropën në mes. Ja, interesant edhe. Të falenderoj shumë që e sollën tavolinë, po dritan, po Medvedevi vazhdon, të njëjtën ka deklaruar se nënshkrimi i kësaj marrëveshje mes Ukrainës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës do të thotë që presidenti amerikan Donald Trump e ka detyruar Kievin të paguajë për ndihmën e ardhshme ushtarake. Pra në një farë mënyrë Po, është përcaktuar sepse shikoj, nuk po thonë një gjë të madhe, pra është përcaktuar në kontratë që ndihma e ardhshme do të jetë $50 milion dhe ky $50 milion do të paguhet me këto minerale. Pra kjo nuk është diçka që Medvedevi po na e thotë të re. Është e shkruar e zeza në të bardhë në këtë kontratë, në këtë marrëveshje që kanë bërë. Pra që është normale që në rast se unë do të pra. Dhe kjo pikë është shtuar nga Ukraina sepse nuk ka qenë. Pra pika ka qenë që ky 50% do ndahet, pra do ndahet dhe Ukraina do marri të ardhura materiale në para. Dhe Ukraina e ka shtuar pikën me këmbgulin e shtuar që kjo sasi parash, herë të jepet në para dhe herë të jepet në ndihmë ushtarake sipas nevojës, momentit dhe kërkesës. Po, e qartë. Shiko, është normale kjo marrëveshje, pavarësisht se Medvedevi po mundohet ta bëjë. Shiko, duhet kemi një parasysh. Neve kur kemi bërë regjimentin e parë të helikopterëve në rublikën e Shqipërisë, nuk e kemi bler me para. Helikopterët e parë që kanë ardhur nga Kina, që kanë ardhur nga Kina, helikopterët Mi-2 që kanë ardhur atëherë dhe Mi-4 që kanë ardhur në rublikën e Shqipërisë, kanë ardhur nga Kina dhe janë bler me 2 a 3 vapor krom. Pra është dhënë krom, është dhënë material. Dhe janë marrë këto. Pra nuk është është e njëjta gjë po ndodhet. Kjo është një marrëveshje normale, nuk është diçka që ka ndodhur për të parë, ka ndodhur që pas luftës së dytë botërore, biles që gjatë luftës së parë botërore. Edhe këtej
ky lloj marrëveshje me lëndë të para, të jap lëndë të parë dhe më jep materiale ushtarake, ka ekzistuar gjithnjë. Dhe prandaj po sjellë këtë Shqipërisë. Shqipëria, regjimentin e parë të helikopterëve që ndërtoi në rrugën e Shqipërisë me helikopterët Mi-4, të vetmin regjiment helikopterësh që kemi pasur në atë kohë, sollën 2 skuadrile për 24 helikopterësh dhe erdhën, u morën me 3 anije krom, pra dham 3 anije krom Kinës dhe na dha 24 helikopterë. E qartë, nuk pra është një diçka normale dhe pavarësisht se Medvedevi po mundohet të japë një relevancë politike, për mua nuk ka relevancë politike, është një marrëveshje totalisht normale. E përmenda Medvedevin Dritan, jo sepse me Medvedevin e diskutojmë shpesh bashkë dhe pak a shumë është i qartë se natyrë ka Medvedev dhe çfarë përfaqëson si zë, po duke qenë se thamë se Europa është në pikën që ka dalë humbur nga kjo histori dhe nuk mund ta pranojë këtë marrëveshje. Rusia po vazhdon në Odesa po vazhdon në Godas. A do ta pranoj Rusia këtë marrëveshje në këto kushte, në këtë moment? Rusisë nuk i prish punë nxjerrja e mineraleve nga ajo pjesë e Ukrainës së cilës nuk e kontrollon. Siç thash, Rusia është e para që i ofroi Trumpit nxjerrjen e mineraleve në zonat të cilat ajo i ka pushtuar. I ka aneksuar. E mbaj mend atë. Pra, në këtë aspekt po bëhet ajo që po kërkon Rusia. Pra jemi në këtë aspekt, pra Rusia ka parapar këtë. Pra është normale. Pra nuk po ka diçka që është jashtë asaj çfarë ata kanë ofruar. Pra është brenda asaj që ata kanë ofruar. Në këtë aspekt, kurse bombardimi i Odesës ka të bëjë me një aspekt tjetër. Aktualisht NATO po përgatitet për një stërvitje të madhe ushtarake. Është stërvitja e dytë radhës që NATO bën. Dhe kjo stërvitje ushtarake do të fillojë nga Rumania në kufi me Odesën dhe do të përfundojë në Finland. Dhe NATO ka parashikuar që të bëjë në këtë stërvitje të bjerë 100.000 forca. Dhe për herë të dytë në historinë e saj, NATO pavarësisht se e përcakton veten si një forcë ushtarake mbrojtëse, defensive. Stërvitja që organizon këtë vit, që kanë organizuar edhe vjet për herë të parë, si vjet në një nivel më të vogël, si vjet në një nivel shumë më të madh, ka të bëjë me nuk është më defensive, po është ofensive. Pra stërvitja është stërvitje ushtarake sulmuese. Dhe përcakton sulmuese për marrjen e Odesës, për marrjen në kontroll të detit të Zi përballë Odesës, pra janë stërvitje ushtarake që ajo e përcakton këtë, për marrjen në kontroll të territoreve territoret vendeve balltike që janë në kufi me Rusinë edhe me Bielorusinë dhe ka përfshirë për herë të parë. Për herë të parë në historinë e saj ka përfshirë në këtë stërvitje një simulim të marrjes së Kaliningradit. Kaliningradi është territori rus që është pjesa për qytetarët. Po Kaliningradi është ai territori rus që është midis Suedisë, Polonisë edhe Letonisë. Pra në fund me dalje ndet një pjesë e vogël atje. Që është në Evropë. Domethënë është parashikuar nga pjesë e kësaj stërvitje, pjesë është edhe simulimi i marrjes së Kaliningradit. Pra për herë të parë po e fut në këtë marrjen e Kaliningradit dhe marrjen e Odesës. Janë pjesë e simulimit që do të bëj në këtë stërvitje ushtarake dhe është hera e dytë që NATO bën një stërvitje ofensive dhe jo defensive. Të gjitha stërvitjet e NATO-s nga momenti i krijimit të saj në vitin 1954 deri në vitin 2023 kanë qenë stërvitje defensive, pra në aspektin mbrojtës. Të gjitha llojet e stërvitjeve që kanë bërë, pavarësisht sasisë të trupave që kanë marrë pjesë, ka qenë në nivelin mbrojtës, pra për të mbrojtur këtë territor, për të mbrojtur atë territor, për të mbrojtur atë territor në rast se sulmon, kurse tashmë vjet dhe si vjet, stërvitjet nuk kanë qenë më defensive, por kanë qenë ofensive, pra kanë qenë sulmuese për të marrë territore dhe jo për të mbrojtur territore. Odesa po më thua është përfshirë dhe Odesa dhe Kaliningradi. Dhe rusët çka kanë bërë? Tashmë pas kanë filluar dhe godasin Odesën në mënyrë të vazhdueshme. Ka jo mbrëm, jo pra mbrëm, po ka pothuajse mbi 2 javë që rusët vazhdojnë sulm pas sulmi është. Godasin vetëm Odesën, po kanë dasur Odesën, kanë goditur portin e Ismailijës, i cili është brenda në thellësi të territorit, pra shkon në kufi me Rumaninë, pra Ismailia është në pjesën këtu, i ndan lumi Danub. Dhe lumi i ndan në mes. Dhe kanë goditur edhe territore atje, totalisht. Ja, është goditur këtu. Pra komplet kjo pjesa këtu, siç e shihni, është goditur kjo pjesa këtu. Janë goditur portet tu, është goditur porti këtu, është goditur porti këtu, dhe ka goditur edhe objektiva ushtarak. Të cilët objektiva ushtarak duhet kemi një hartë tjetër aty, regjia, se kjo është 2010-s, apo thjesht ta përdorim si hartë. Në kufirin me Moldavinë dhe në kufirin me Rumaninë. Sepse stërvitja parashe, kjo është Rumania dhe stërvitja parashe dalje në detin
Detin e Zi. Në detin e Zi, dhe nga deti Zi, simulim i marrës, kur themi simulim, nuk do shkojnë në Odesa. Nuk do hynë në këtë territor, sepse është territor lufte, po thjesht po bëhet simulimi. Dhe marrja e Kaliningradit. Pra Kaliningradi është këtu. Kaliningradi